أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد Allahu në falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Vlen radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi i radhës që autori i librit ka rëndit është hadithi 29. Ky hadith na flet për realisht dy rrugë që ekzistojnë në ahiret. Ahireti ka dy rrugë, jeta e mshushme ka dy rrugë, rruga e xhennetit dhe rruga e xhehenemit. Ky hadith na tregon ku do ta kenë vendin ata të cilët e kanë njësuar Allahun subhanahu wa taala në zotim, në adhurim, në emër dhe atributet e tij, edhe ku do ta kenë vendin ata të cilët i kanë bërë shirk Allahut, i kanë bërë ortakëri Allahut subhanahu wa taala. فرات حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Thot Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, erdhë një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha: O i dërguari i Allahut, cila është ajo veçoria që e fut njeriu në xhennet dhe cila është ajo që e fut në zjarr? Do thotë çka e bën njeriu me hin në xhennet edhe me hin në zjarr? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai që vdes po i bë ortak asgjë Allahut subhanahu wa taala do të hyjë në xhennet, ndërsa ai që vdes duke i bë shirk Allahut, duke i bë ortak Allahut do të hyjë në zjarr. Ky hadith dashurit e mi i shkurtër me pak fjalë, edhe kështu që shedeni ju për veçorive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fol shumë pak fjalë, nuk ka fol shumë. Fjalët e tij janë të pakta, të shkurta, po me kuptim të madh. Për fatkeq sot i gjen disa njerëz folin atë shumë, edhe në fund kur gjos thojnë. E shet dikon të fol atë shumë fol, do të thotë po ti në fund kur ja bën një analizë fjalëve ti çka tha Allah që ky. Ama shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Men mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna." Kush vdes po i bë ortak Allahut, po i bë shirk asgjë Allahut, ai hyn në xhennet. "Wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar." Dhe ai që vdes duke i bë ortak Allahut, duke i bë shirk ka me hyrë në zjarr. Ky hadith dashurit e mi i shkurtër përmbledh çështjen e madhe të fesë. Nuk ka gjë më të madhe në fenë Allah subhanahu wa taala se çka? Tauhidi. Çështja më e madhe në fenë Allah subhanahu wa taala është kush? Është tauhidi. S'ka çështje më të madhe. Edhe Zotën krejt thirrja jon në rrugën e Allah subhanahu wa taala në parë, e çështja e parë që na duhet më u qartësu njerëzve dhe më thirrën ta është në tauhid. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dashurit e mi 13 vite ka thënë tauhid. 10 vite po ndo ka thirr fjalën la ilaha illallah. Në vitin e 11, gjithsesi vitin e 10 është ngrit në Isra dhe në Miraj dhe është obliguar me çka? Me namaz. Namazi ka ardhur mbas 10 viteve. 10 vite si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka kon ky namaz që na e falim tash. Ata janë fal, po janë këtë formën sikur se na. Në më thonë 5 kohë namaz. Ka qenë namazin me mëngjes edhe mbrëmje, janë falë që kaq. Kur e ka ngritë Allahu subhanahu wa taala në Mi'raj, Rasulin alayhi salatu wassalam e ka obliguar me 50 namazin ditë.
Ama kur ka ardhur namazi, namazi ka ardhur 10 vjet pas tauhidit. 10 vjet I ka fol xhenneti, xhehenemi, shirku, tauhidi, edhe kështu duhet me qenë thirrja jona, u thon. Jo për fatkesh që gjenë sot, ndoshta një namazli, bën namaz, po besimin e ka Allahu mustaan. Njoni beson se me shku të filan tyrbja mjë lut, ka bereqet në ta. Tjetëri mendon se baba she me bo me na fry, me bo baba she zotin arrujt qfar fryme të forte ka, në rëzën krejtëve. Krejtëve në rëzën. Baba she është I mbrim. A I din krejt. I din. E për atë arsye do të thotë, do të mjë frigu Allahu subhanahu wa ta'ala. As shkurja në lutja varave s'ka të bëjmë me tauhidin, as besimi se shehu e dreqja I tjetëri apo vëdan e din apo kanë diçka në dorën e tij. Këto ketë jonë që e rënojnë tauhidin. Tha, po tjetër du të mja apru kuletën, babës she, e sidomos kravlozit tonë, këta qka e jonë në jashtë e din, pasha Allahun, po betonan Allah subhanahu wa ta'ala, nuk guxoj me përmen me amen, se s'ka qefa I tipi, e kem në një vëllah musliman që tu I pejës është, tha kërvish api Belgjikës, po unë ndalë të dera babës she, mja që bati fokën, e në thonë, merë sa të dush, dhe lesa të dush për bereqet, s'ka. Që qëfar që mendurije, lodhë të jatë jenë në Belgjik, puna, shkatron, fut bëar, shehit, mi thonë, merë shë sa dush, le sa dush. Apo dhe hoqës, tash atin mës të, se ka dhe dëtë që së jonë, atin, edhe hoqës, ja. Në ka këso s'ka të bëj me fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, bereqeti I tëri kërkot për Allah të barëka wa ta'ala. Aja Allah është që e bekon pasurinë e dikuj. Kena folna në dersin e kalum, qka e bekon pasurinë, qka se bekon. Nuk lidhet me këto, për atë arsye dashurit e mi, mësurja apo me mësu tauhidin, me njof tauhidin, e që tham tauhid qka është, me njof do të thot ato qka Allahu na ka kërku pej neve me adhurim, me adhuru veç Allahun. Kjo është e kërkume. Ky njeriu që erdhi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha, çka jon el mujibatan, dy gjëra që e bojnë njerin me shku në xhenet apo në xhehenem? Që e bojnë pashkan shmangshëm do të thotë përfundimin e njeriut, përgjigja çka ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A mos u përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është pasuria, është prejardhja, është fama, o autoriteti, që disa kanë erë kujtojnë që në xhennet hena pëse tash kjo I filan fisit, apo është edhe I filan kombit, kë ka me hi në xhennet ka me hi. Wallahi shkon në xhehenem, fund xhehenemi gjunë Allah subhanahu wa ta'ala, nëse kja dhuru Allah të baraka wa ta'ala. Nuk ka në xhennet aje shqiptare, aje amerikane, aje gjermane, aje arab, aje turk, qka jo. Në Islam ka wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Nuk janë urdhëruar me diç tjetër veç ta adhurojnë Allahun sinqerisht. Këtë pejgambert kur kanë ardhur e kanë bën një thirrje. Eni ibudullaha, adhurojeni Allahun. Adhurojeni Allahun edhe largoni tagutit. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-tagut. Çfarë kjo është puna e pejgamberëve? Me adhuru Allahun një, edhe mu largu tagutit. Tagut ulemat e akides kër e kanë shpiku fjallën tagut, çka është çdo gjë që kalohet, I kalon kufit e asaj që e ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala, thot është tagut. Apo më ndryshe me e thonë, çdo gjë që ka adhurohet përveç Allahu subhanahu wa ta'ala me dëshirën e tij është tagut. E tash këto tagutat janë shumë. Dikush e ka tagut, e ka dhe nefsin e vet, egon e vet e ka tagut. Qysh bëhet tagut? Bëhet nefsi kur e ndin e zoni thot hayya ala salah, hayya ala falah, thot kërkove punu. Tash ju që shembull, ju që jeni këtu tash, po I shoh këtu plot, jon duke I gji, plot I kanë mbyll dyqanet e vete, në orë me fal gjumon. As punoni jo? As kanë punë këta kanë punë, po e kanë edhe një punë më të madhe se punën, që është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Për çata Allahu
thot në Kur'an wa ma kana rabbuka nasiya, Zoti jot se haron kërkon. Wallahi, këtë veprim tondën që ti e bën që e mbyll dyqanin për me ardh me kry një adhurim pe adhurimeve, s'ta haron Allah subhanahu wa taala. Wallahi s'ta haron. Billahi s'ta haron. Mos këtë që për nëse vjen ti për një orë gjysa, sot tash po flas një orë gjysë, po kush vjen ligjërat, me ndikull ligjëratën para xhumos, nëse në 12:30 na fillojmë ligjëratën, aty i vyn një orë 10 minuta i vyn. Krejt do më thonë me e për mbledh me hutbën e xhumos me namaz xhumos e krejt. Ajo i vyn. Aja vlen njeri për një orë me marr hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Ati që të më thonë mu hidhnu Allahun ty. Në shpeshar se dim të se perceptojmë drejt e mirë. Ati që të më thonë se sot shumë njerëz kanë gajle apo knaqet filoni, apo knaqet fisteki, apo në donë filon vendi, apo në donë filon shteti, se kanë gajle o të në dosh me thonë, a ka në donë mara Allahu, apo në donë Allahu subhanahu wa ta'ala. E prisht është të ti, mësë mundon. Ma në po të tash po të këshyrim këtë, se në këtë këshyrim ty që apo bon tash. Që po të këshyrim kore krymë të në e njësi me full. Në po të me prisht është. Na e kena obligim dashurit e mi me pas gajle, me pas dert, apo në dënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Apo në dënë Allahu, jo apo në dënë filon e fisteki. E për me dit, apo dënë Allahu, apo dënë Allahu këshër punt, që i dënë Allahu e tu i bo. Allahu ka lyt pej neve disa punë me i bo. Shumë leto, se na ka një herë kur po dek, dikush a i po me i herë i qëjmë gjennet. Si deka, u thonë, gjau go buri birë, edhe na më pej këtu, na pejon, të kena një gjennet tonin që e kena të mbaruma, u thonë. Jani, është veç i pesë, është, u thonë. Kur përshkaj gërën po, me dha kjo gjennet li, mashallah të kuft. A u falë, jo. A ka e gjeru? Jo. A ka e zeqat? Jo. A e kini pa ndë erë të e po ndoj punë për hirtë Zotit? Kur jo? E që është gjennet? Me qka gjennet? Me prolla? Po me prolla. Qure, me prolla të njerëzve, krejt njerëz ka me hinë gjennet. Hama me librin Allahut, me qëtë Kur'anin famad, jo pasha Zotin, që aji i cili nuk ka thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e nuk ka punu me fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, erën gjennetit s'kom janë di. Erën gjennetit. I pelqejt dikuj, si pelqejt dikuj. Nuk o kjo me të pelqyme. Nuk o në me qef, këtë që ta shim nisu, ne i kom një mi qefe, ti ki një mi, a i tjetë një mi, ja u tanë, pas sash me qef kja u tanë. Parat pejgamberi s.a.s. apo për gjithësisht Allah i ka që 124.000 pejgamber. Ja, disa 124.000 pejgamber. Pse i ka që Allah subhanahu wa ta'ala ton këta pejgamber? Për me omësu njerëzve të uhidin. Me omësu fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, janë ardhë Rasulit, i ka thinë fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe se cili pejgamber, ma përpare i ka thinë në fjallën la ilaha illallah. Adhurojni Allahun një. Adhurojni Allahun një. Pastaj për të dy gjërat që e pyeti ky njeri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ç'a ishte përgjigja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? E para tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men mata la yushriku billahi shay'an, ai që vdes po i bë shirk Allah. Çka kjo është? Tauhid. Edhe e dyta tha, i çon xhenem njerëz, men mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar, ai që i bën shirk Allahut hin zjarr, që kjo është ka shirku. Do të tauhidi pi që ka njerëz xhennet, shirku në xhenem. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka thonë hadith vërtet, ka thonë, kush vdes po i bë ortaklok Allahut, hyn xhennet. A don xhennet me hi? Unë nuk besoj që në njeri që e beson Allahun subhanahu wa taala hak dhe s'ka qef me hi xhennet. Do po flas për ta se jo do i kena do të meqem. Do që si promoksa tipa 3, a u thonë, xhenneti, kush ka pa xhennetin? Kush unë e kam pa xhennetin. Unë e kam pa xhennetin, unë. Çe? Çdo ditë Zotit me sy e shoh xhennetin, çto është xhenneti? Pasha Allahun po. Wallahi billahi tallahi, ka fol Allah subhanahu wa taala edhe për xhennetin dhe për xhenemin. Ka kallzu kush hyn xhennet edhe kush hyn xhenem. Wallahi billahi po. Se tha, din kjo po kujtojnë disa që po na nxojnë kush e ka pa xhennetin, a u thon.
Ati çfarë pyetje pa lidhje është, më thonë kush e ka pa xhenetin, si mi thon dikuj, ai ki pa mend. Ton ai libër i shkru, e tan ato ligjërata, që kretë që to libra ligjërata aludojnë në një mendje të ngritur, në një mendje të ndritur, ai shemet. Meta e tu i poti. A shihen mend ajo? Mend nuk shihen. Ama na i prekim punt e mendjes auton. Edhe xheneti, se kur thotë xheneti ata çka aludojnë, Zotja është, ekziston Zoti. Çata e Ebu Hanifes rahimahullah i ka ardhur një ateist me polemizue Ebu Hanifen. A ekziston Zoti as ekziston? Ama shqoi imami i madh, Imam Azami Ebu Hanife rahimahullah, sa i meshëm, sa i prehtë kon mendja, i ka ardhur me polemizua, ka Zot as ka Zot. Ebu Hanife ka thënë, a bën një minutë para se me hina në polemikin këtë çështje me u bëni pyetjen juve. Çaj Omer ka thonë mendja juve në një liman ku ngarkohen anijet. Me ardh një anije vet është, vet ka ardh. Vet ngarkohet edhe niset prej lumit Furat dejtë në lumi Nil. Në Furat ngarkohet vet, në Nil shkarkohet vet, edhe rukëtimin e bën vet. I ka thonë, imam, apo ban hajgara? Qësh ka mundësi një anije mu ngarku vet, me lundru vet, ajo kërkon punëtor, e kërkon marinart, kërkon ato që e udhesh anije në kështu me radhë. Ka thonë, subhanallah, që ka që të pa mendje një anije e vogël pas ka nevoj me pas një kontrolor që e kontrolon ato e udhesh ato. E po thuni, ton kjo gjësi, ton kjo krijes e madhe, ton kjo glob, se ka as një udhes saj, fe buhit e ledhi këthar. Qështu jo, vallaj, qafira, po këtoj që, thaj, me në zonë hoqën ngosht, pasen, zonë hoqën ngosht, së mundësh me në zonë të hoqën ngosht kur, po, e në zonat gjus hoqën, se hoqën tamam që hoqë, ja. Aj që e kam su Kur'anin ose Sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mirë si duhet, kur hisë mundësh ti. Heq, se këto janë gjërat kjarta. Shiqoje mas sporti, shiqoje dashurit e mi, e shiqon njeri mas sporti trupin e ti. Sa të përsosur jem, subhanallah. A gjen kres ma të përsosum se njeri hu. Kush e boni më rëket njeri kështu? Te e ki pa në bark të nanës, në përmitrat nanave tona kur kem qenë, i kem marrë ushqimet më të mira. Kush po i bën ato me i ndo atje mrenda? Kush? Se cila foshnje në barkun e nanës qëndron, dikush qëndron realisht 9 muj, po ka dha si që 7 muj qëndruj. Po na po thojmë 7, 9. Kush pe bën ato 7 muj aty me pas, gjallëri me pas. Pastaj, kur po del në këtë dynja, a ki pos mere analizo vetë krimin e njerut, prej dhe të të pike spor. Në fund nuk mundesh me thonë drejshë, veç se me thonë i lartë madhnum qaksh, o Zot, e lartë madhru me qoftë madhëria jote, ja Allah, sa i madhërishe mje. Së mundet njeri mi i këtëne, ama kur njeri e mbulon mendjen me një plaf të madh, ja qëtë një batanie të madhe të runit a uton edhe, do të qështu e kanë. Ose be thonë më ndryshe, e ki pasi ato sklopka të ryme, sa uton, kur t'janë dalë sklopke në bazë, pre këti sklopka tjera sa të dush, a uton, ato qelsa tjerë peki sa të dush, e ke prek, e ke ndalë qelsin kresor, pas s'ka më ryme. Edhe do qështu e kanë të runin, pasha zotën po, e kanë ullë qelsin kresor, ja kanë hup ryme në të runit, a uton. Ja jep me qira her ati, her këti, her tjetërit, anë vetë vetën e vetë i kanë 100 fakte, po zdanë mjë bënd atyre. Para dashurit e mi, kjo është një përgëzim i madhë për çdo besimtar. Përgëzim i madhë për çdo besimtarin, se gëzohet besimtari se e din cila është rruga që e qënë xhennet, se besimtari vërtet jeton për në fundin e ti me pasën xhennet. E ai shumë të let i bekumi a.s. na ka tërgu. Men mate la yushrik billahi shay'an, kush vdes pa i bo shirk Allahut. Mësoj e shirkun.
Shirku është padrejtësia më e madhe. Që shi ka thonë Lukmani alayhis salam djalit vet, kur e ka këshillu, ka thonë ja bunej la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. O birim, ka thonë, mos i bësh shirk Allahut, se shirku është padrejtësia më e madhe. Padrejtësia më e madhe. Shirku dashurit e mi, thot Allahu te baraka wa taala, inna Allaha la yughfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Thot Allahu shirkun s'ja fal askuj hiç. S'ja fal shirkun kurkuj. Pas shirkut, fal Allahu këndon. Ama shirkun s'ja fal kurkuj. Allahu e përshkruan ata që i bojnë shirk Allahut, thot aty kur kanë me hinë xhennet, çfarë përshkrimi, çfarë shembulli e ka pru Allahu. Ka thonë kanë me hinë xhennet ata që i kanë bojnë shirk Allahut kur sa hin devja pi birës gjilponës. A hin devja për birës gjilponës? A mundet me hi? Sa hin devja pi birës gjilponës, qash kanë me hinë xhennet ata që i kanë bojnë shirk Allahut. Këto janë çështje të qarta të dashurit e mi. Para Ibrahimi alayhis salam, deri te Ibrahimit alayhis salam, dhe me këtë e mbylla, çka ishte? Wa junubni wa bani an na'bud al-asnam. E kena përmend hutbën e kaluar. Kush don me marr vesh çka kanë qenë brengat e Ibrahimit alayhis salam, këta hutbën e kaluar që e kem postuar në kanalin ton në YouTube, ndëgjoja hutbën e kaluar, xhumos kaluar, brenga e Ibrahimit alayhis salam. Çka ka qenë brenga e tij? Wa junubni wa bani an na'bud al-asnam. Më ruaj mua dhe familjen teme prej adhurimit idhujve, prej shirkut. Gojlja Ibrahimit u konë, mos me ron shirk ai dhe fëmijët e tij. Mos me ron shirk familja e tij. Unë vesh një pyetje më gaboj. E përgjigjen se cilë e vetës. Çfarë mundi jetë të jep në këtë pikë për familjen tonë dhe për veten? E ke mësuar tauhidin? A di çka është tauhidi? A di që, vallahi, billahi, unë kanë herë kër i bëjt do pyetje duken pak si provokuse, po këtojnë për më qupi gjumit. E me ju thonë, hajde në ligjerata, prezentoni në ligjerata. Hec prezentoni ligjerat me mësu fejnë e Zotit. Se që tash të dalë për gjumohë, që të të derat, vjen një, thot, a në fale gjumona, pope, kom di fjallën la ilaha illallah. I kësh një 7 kusht e fjallën la ilaha illallah. Cilat janë kusht e fjallës la ilaha illallah? A din me ja kalzu? A din ajo? Jo, Allah s'di hoq, e hama s'din pa dush marrë ligjerata. Nuk po flas veç ligjerata që janë në xhamin tonë, po këtë ligjerata që i mbahen të xhallarët e ndërum. Gjytetin tonë janë më pak se domethënë diku parafrasisht, ose më shumë ose më pak se 5 ligjerata në javë. Nëse çdo të 5 atë nas diunë s'pe gjen vetë ti më ardh në ligjeratë, si çka me thonë në ty burrë thonë. E tani po thosh do me hinë xhenet, me çka me hinë xhenet? Se disa po mdoket e kanë kry me gjymo, kur po vin gjymo ja kela çu fundin ja kela çu. A muna po të tomë, mundet me qitë nesër në sprov e vladjet, një pjët. Të të baba gjësh, baba haqje, se ta shtatërit ndëgjoj të. Qka është të uhidur rububije, valla s'di me babë, diçka mirë është aftan. Qka të uhidur luhije, s'di me babë, mirë diçka. Nuk është kështu do të me mësu fenë, mja u kalzu, mja u mësu. Sikur se babë gjësh tonë të mirë që i kem pas, me djenit të nësa kanë ditë, ne e kanë bardë dhe të thotë, mesazhin hynor dhe na kanë bërë dashur këtë fe. Aty ku kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.